Rritja e temperaturave ka shtuar më shumë nevojën për vaditje në fshatra, por mungesa e kanaleve vaditëse ka bërë që shumë prej kulturave bujqësore të thahen. Në fshatin kraj të njësisë administrative Zerçan në Bashkinë Bulqis, prej 2 vitesh mungon uji vaditës. Banorët e mbetur aty thonë se janë të pafuqishëm për ta vënë në funksion kanalin vaditës, ndërsa nuk kanë gjetur mbështetjen e pushtetit vendor. Hysen Daka tregon se deri para 2 vitesh ka qenë vetë banorët që e vinin në punë kanalin vaditës, ndërsa tani e kanë të pamundur pasi rinjia është larguar dhe aty ka mbetur vetëm mosha e tretë. Hyseni shpreh se pushteti vendor në Bulqis duhet t'i ndihmojë pasi prodhimet bujqësore po thahen për ujë. Problem kemi me ujë të vaditës, se shefi si e kemi. Tokën është thatë, ka 2 vite që s'bëhet fare. Nuk bëhet as lloj gjëje këtu në krajk me thënë drejt, nuk e di të pse s'bëhet. Ne e kemi pas bën vetër, tash s'ka kush më bën më. Rinja ikën, kush do e bëjnë atë shtej? Në vet kemi vit për vit vim të ura, s'kemi takat më, jam 72 vjeç. Mu bëj vjetër si më unë, 4 vjet kemi pas bën, në pra vjet 4-5 vjet kemi shkuar zëshëm një qytet, e bëm e mollëm. Shi çfarë prodhimi ka këtu, dhe thajnë, shefi çfarë prodhimi ka këtu, të shti këto gjithë kivap, këta i tha komplet. Është vend më prodhues nuk ka, vend më i bukur nuk ka, për ujë. E në ujtë pishëm nuk kemi në të bolshëm. Pa kopshti, pa gjana, s'kemi ku dhe mirë shkopsh në zalë, s'ka ujë. Këtu s'ka ujë, këtë problem po tush vjetë për vjetë e kemi njërejtë. Bashkit nuk punen, unë them bashkit nuk punen të shumë. Po e ka fajnë qeveria se s'uep gjana, ose bashkit nuk punen atërë, nuk e di të shumë pse vje. Se s'ka pse të vje të shumë, unë në gjëshën në televizor, atë prefektin bile kam gju, që me datën 15 korrik, do të kenë gjithë parcelat ujë. Këtu erdhi gushti, s'ka ujë, në Mbeladhej e këshin shuat që Mbeladhej i pash, i disë tu zona që se nuk, ujë do t'jetë heret, ato bëjnë sa për të mjellë majzën, për njërës ka mjellë janë. Ka një livadhe, se një kilvadhe, këtë ujë ba prapë, halo për di. Halo pa shtot prodhimi. Këtu, me që dhe ushim koftin, na? Mjellin e në thajnë, se nuk kemi ujë me vaditë. Hyseni tregon se para viteve 90 i gjithë fshati kishte vaditje, pasi jo vetëm funksiononin kanalet vaditëse si për banesave, por edhe kishte sistem me pomë nga zalli i Bulqicës. Në kohën e vet kemi qenë më me vija me kështu me unja, se kishte ujë. Ne si mund katon, merrim me pomë, preja ne ka pllon fajku, çojmë me pomë Gedvi, ushti Gedvia, ushim sipër na. Pastaj këtu ka qenë kanali i madh, kanali i Enverit, ka pas ujë që shkotën në Maqellara ku dimë. Banorët shprehen se nëse nuk do të kenë ujë vaditës edhe për pak ditë, të gjitha kulturat bujqësore do të thahen, e dëmi do të jetë shumë i madh.